Njihuni me 4 shenjat më xheloze të horoskopit. Le ta pranojmë. Të gjithë jemi xheloz, të paktën një herë. Megjithatë, sipas astrologëve, këto shenja të zodiakut bëhen xheloz më lehtë se të tjerët. Dashi nuk dëshiron të lërë një ditë të kaloj pa u shfrytëzuar. Këmbgulës dhe i paduruar, ai ka zili njerëzit që kanë sukses më shumë se ai. Ai gjithmonë dëshiron të jetë më i miri në gjithçka. Kjo natyrisht nuk është domosdoshmërisht një gjë e keqe, derisa xhelozia e tij nuk bëhet helmuese. Gaforia. Gaforët kujdesen shumë për njerëzit që i rrethojnë dhe nëse ndjejnë se marrëdhëniet e tyre kërcënohen, bëhen disi paranojak dhe xheloz. Nëse për shembull ju jeni një gafore dhe shoqja juaj më e mirë ka filluar të shoqërohet me një tjetër person, atëherë xhelozia do të shfaqet menjëherë. Keni frikë se shoqja juaj po kalon shumë kohë më mirë me të tjerët se sa me ju. Për ta kapërzyer këtë ndjenjë dhe për t'u afruar edhe më shumë me të dashurit tuaj, bani mend se argëtohuni së bashku dhe flisni për ato momente me ta. Luani. Nëse një luan ndihet i vetmuar, ata janë më pak të prirur për xhelozi. Megjithatë, nëse një luan ndihet i pasigurt, atëherë xhelozia e verbon, veçanërisht nëse dikush tjetër ka bërë më mirë se ai. Për të kapërzyer ndjenjën e xhelozisë, kërkoni konfirmim nga njerëzit e dashur që ju e dini se ju vlerësojnë dhe respektojnë. Akrepi. Akrepi mund të krijojë skenar të çmendur në mendjen e tij, shtyr nga xhelozia dhe të zjej në zemërimin e tij për një kohë të gjatë. Ai do të bëjë gjithçka për të zbuluar të vërtetën, edhe nëse kjo ekziston vetëm në mendjen e tij. Mundohuni ta përdorni për mirë atë imagjinat të zhvilluar që keni. Mendoni situata pozitive dhe hiqni dorë nga gjërat që nuk mund t'i kontrolloni.